gjendja e vendit posaçërisht në gjithë hapësirën rurale të tij është një gjendje jashtëzakonisht e rënduar. Mendojmë se është koha që të ndryshojë tërësisht fokusi i investimeve në infrastrukturë, duke hequr dorë nga shiritat elektoral, duke hequr dorë nga investime të cilat bëhen copë e thërrime për të prerë shirita kudo e për t'u hedhur hi syve, dhe duke vendosur një fond të konsiderueshëm për të filluar nga rivënia në punë e të gjithë një sistemi të shkatërruar kanalizimesh, argjinaturash mbrojtëse, mirëmbajtje e territorit, deri tek pastrimi i plerave të kudo ndodhura që janë bërë shtrezime që ndikojnë drejt për drejt në bllokimin e gjithë rrugëve të menaxhimit të ujrave.